Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Vetëm Allahun subhanahu wa ta'ala falenderojmë dhe vetëm prej tij falje, ndihmë, udhëzim kërkojmë. Salavatet, selamet qofshin mbi vullin e pejgamberisë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij, mbi familjen e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me sinqeritet, deri në atë ditë ku thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim." Pra, atë ditë nuk të bën dobi asgjë nga kjo botë, vetëm ai që shkon tek Allahu subhanahu wa ta'ala me një zemër të sinqertë, me një zemër të pastër, me një zemër të përulur për Allahun subhanahu wa ta'ala. Të lëshikues të nderuar, thot Allahu subhanahu wa ta'ala në surën Taha: ma anzalna alejke al-Qur'ana litashqa. Taha, ne thot nuk e kemi zbritur Kur'anin që të jetë mundim për njerëzit. Pra, Kur'ani të nderuar vëllezër, pa marrë parasysh dispozita që kanë ardhur nëpërmjet Kur'anit apo nëpërmjet haditheve profetike, nuk kanë ardhur që neve të na mundojnë, që të jenë vështirësi për neve. Mirë po, kuptohet që kanë ardhur të jenë lehtësim për neve. Dhe kjo gjë duhet mi shoqëru njeriu në vazhdimisht, se Kur'ani, ligjet, dispozita që kanë zbrit, nuk kanë zbrit që ta mundojnë njeriu, që të vuaj njeriu dhe kështu me radhë. Dhe kjo gjë duhet me qenë e mbjellur në brendsinë tonë, dhe kjo gjë duhet neve me na shoqëru gjithë jetën. Momentin që e kemi të shoqëruar këtë gjë gjithë jetën, kjo na jep të kuptojnë, të nderuar teleshikues, se Allahu subhanahu wa ta'ala desht për njerin më të mire. Dhe çdo herë duhet mi përkujtu njeriu këto gjëra. Jo rastisht pra Allahu subhanahu wa ta'ala shumë herë në Kur'an thot: "Wa dhakkir", përkujto, "wa la'allahum yatadhakkarun", të përkujtojnë e kështu me radhë, që tregojnë për dobinë e përkujtimit. Pra njeriu çdo herë nuk mjafton vetëm i ditë në mënyrë teorike edhe me pas informacion se Kur'ani dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk kanë zbrit që të vuan njerëzimi, pra çdo herë duhet njeriu mi përsërit këtë edhe mi mbjell brenda se kjo është në dobinë e tij. Sa i përket adhurimit të nderuar teleshikues, kemi në vija të trasha, kemi dy lloj adhurimesh. Pastaj këto dy lloj adhurimesh ndahen në kategori çdo njëra varësisht prej tjetrës. Në vija të trasha, pra, adhurimi është në dy lloje. Adhurim, pra, ku thot al-ubudiyatul ittirar wal khudu' lillah, robërimi apo adhurimi i detyrueshëm. Dhe këto pra bashkohen si muslimani si jo muslimani, si çështja lindjes, vdekjes, sëmundjes e kështu me radhë, këtu njeriu nuk ka zgjedhje. Dhe kemi ubudiyatul ikhtiyar, pra adhurimi që njeriu ja bën Zotit të vet me vetë dëshirë. Pra, një adhurim i domosdoshëm dhe një adhurim që bëhet me vetë dëshirë. Për këtë thot Imam Shatibiu, një nga dietarët, mendimtarët e mëdhenj të Islamit, në librin e tij El Muwafaqat, ky libër është që ka folë për qëllimet e ligjit islam, thot: El maqsidu shar'i, thot, min wad'i sharia bi ikhraj al mukallif an da'iyati hawahu hatta yakuna abdan lillahi ikhtiyaran kama huwa abdun lillahi ittiraran. Shumë fjalë domethënëse të nderuar. Thot qëllimi i shariatit në vendosjen e ligjeve është të nxjerrë njeriu, mu dhe ty dhe çdo njeri, i cili është ngarkuar me përgjegjësi nga ndjekja e epshit të tij dhe dëshirave të tij, derisa ai të bëhet rob i Allahut me zgjedhje. Pra, hatta yakun abdan lillahi ikhtiyaran, të bëhet rob i Allahut me zgjedhje, ashtu siç është rob i Allahut me detyrim. Pra fjalë shumë domethënëse, që njeriu nuk mund të gjejë qetësi shpirtërore derisa nuk i bashkon mes dy adhurimeve.
pra të detyrueshme dhe atë e cila është me vetëdëshirë. Ky është rregulli i parë. Pra ne jemi robë të Allahut subhanahu wa taala, një pjesë, një 70% ndoshta jemi me mënyrë të detyrueshme dhe të gjithë njerëzit, të gjithë krijesat. Pastaj Allahu subhanahu wa taala na la edhe një përqindje të ne të zgjedhim a duam të jemi rob të Allahut me vetëdëshirë që pastaj të marrim shpërblimin e merituar apo e kundërta. Njeriu në këtë jetë të nderuar teleshikues, vëllezër dhe motra, ka nevoja nga më të ndryshmet. Ka nevoja fizike, siç është ngrënia, pirja, ushqimi, siç janë medikamentet dhe ilaçet kur njeriu është i symur dhe ashtu. Pra ka nevoja të ndryshme që me mbijetu, me met gjallë. Nevojat e trupit, pra nevojat e fizikut. Po ashtu ka nevoja të logjikës, me ditë dhe me mendu, dhe ka nevoja shpirtërore të brendshme. Dhe siç ushqehet dhe siç ka nevojë trupi të ushqehet përmes ushqimit dhe pirjes, dhe siç ka nevojë truri apo intelekti dhe logjika të ushqehet përmes njohurisë dhe dijes, ashtu ka nevojë edhe trupi të ushqehet. Dhe mënyra e vetme që të ushqehet pra shpirti është el-ghidha el-ubudiyya, pra është ushqimi i përmes adhurimit. Dhe ky lloj ushqimi të nderuar është më i rëndësishmi. Nuk ka dyshim se edhe dy të tjera që i përmendëm, pra njeriu me përgjegjës nevojave të trupit, fizikut dhe të mendjes është e nevojshme, mirë po nevoja apo ushqimi i shpirtit është më shumë i nevojshëm. Pse? Sepse shpirti vazhdon edhe pas vdekjes, ndërsa trupi ndalet me vdekje. Nëse marrim një shembull nga jeta jonë praktike, trupi fiziku i njeriut është siç është një mjet i udhëtimit. Nëse një njeri don me udhëtuar në një vend të caktuar, atëherë me një automjet vazhdon deri tek qëllimi, stacioni në të cilën personi e ka don për me arrit. Pastaj zbret nga ky mjet dhe vazhdon me gjatë. Ashtu është edhe çështja e trupit në relacion me shpirtin. Pra, trupi është një enë që e bart shpirtin varësisht në një periudhë, një interval kohor të caktuar, varësisht çdo kush prej vetëve sa e ka të caktuar të qëndrojë në këtë botë. 50, 60, 70, 80 vite, pa marrë parasysh, pastaj trupi mbetën dhe shpirti vazhdon për udhëtimin e mëtejshëm. Dhe sot i ndim disa njerëz dëgjojmë duke thënë, kënaqu se një jetë është. Mirë po, ky njeri ka koncept të gabuar për jetën. Muslimani dhe realiteti të jetë të kuptoj se janë dy jeta, nuk është vetëm një jetë. Dhe Allahu subhanahu wa taala kur thot ja lejteni, pra kur i përshkruan njerëzit pasi të vdesin dhe do të thojnë ja lejteni qaddamtu li hayati, mirë për mua, siç pse nuk kam vepru të kisha kontribu diçka më shumë për këtë jetë, e ka për qëllim për jetën pas vdekjes. Pra, ajo fjala se njëherë jetohet, kjo është gabim edhe logjikisht, edhe sipas teksteve fetare. Nëse e marrim po ashtu një shembull nga jeta jonë praktike, për rëndësinë e jetës tjetër ndaj kësaj, thojnë dietarët e pru një shembull dhe thojnë që nëse një njeri e ka një automjet, dhe ky automjet kujdeset, pra, do të thonë ky person kujdeset për këtë automjet, e mirëmban, e pastron, dhe kështu, do të thonë kujdeset mos të ndeshet me ndokënd edhe kështu me radhë. Mirë po, nuk kujdeset për veten e vet. Shtrohet pyetja, vallë, a je ti më i rëndësishëm apo automjeti? Dhe kështu është edhe çështja praktike në jetën tonë mes trupit dhe shpirtit. A është më i rëndësishëm shpirti i cili do të vazhdoj edhe pas vdekjes, apo thjesht
vetëm trupi apo ana e jashtme. Për këtë thamë që ka rëndësi shumë më shumë që të ushqehet shpirti dhe kjo bëhet përmes ushqimit të adhurimit. Dhe nuk ka dyshim të nderuar teleshikues se ai njeri i cili nuk e ushqen shpirtin përmes dyerve të adhurimit, në mbrendësinë e tij është një zbratësir. Pa marrë parasysh a pranon këtë apo jo. E vren apo jo, edhe pse pra e vren, nuk ka dilemë se e vren, mirë po pa marrë parasysh a shfaqen këtë zbratësir apo jo. Për e vetmja boshatisje, e vetmja zbratësir që mbushet është vetëm pra që e mbush këtë zbratësir është ibade, pra është adhurimi. Dikush mund të thotë se edhe ai njeri që nuk e adhuron Allahun ndihet i kënaqur, sepse thash, nuk ka mundësi një njeri me qenë i lumtur dhe me lanë bosh me lanë bosh pra ushqimin e shpirtit i cili realizohet përmes adhurimit. Nëse ndam këto tri nevoja, trupin, mendjen dhe shpirtin 30% pra, nuk ka mundësi njeriu me ushqy 60% milan ushqimin e shpirtit i cili realizohet përmes adhurimit dhe me thanë se unë jam i plotësuar. Asesi nuk ka mundësi. Kthehemi tek pyetja që i ndim disa njerëz duke thënë se filani ndoshta nuk e adhuron Allahun, nuk bën ibadet, nuk bën adhurim, mirë po ndihet i kënaqur. Themi ka dallim mes e ledhe o saade. Ka dallim mes kënaqësisë dhe lumturisë. Kënaqësia është një ndjenjë e përkohshme dhe e lidhur kryesisht me shqisat dhe dëshirat trupore. Ajo vjen nga përvoja të caktuara si ushqimi i shijshëm, argëtimi dhe kënaqësitë materiale. Megjithatë, kjo ndjenjë është pra e kufizuar në kohë dhe thjesht pra pasohet nga boshllëku ose madje nga vojtja. Pra kjo është definicioni i kënaqësisë. Pra njeriu ka mundësi me qenë i kënaqur përkohësisht, mirë po ka të bëjë me gjendjen momentale. Ndërsa lumturia është një ndjenjë më e thellë dhe e qëndrueshme e cila vjen nga paqja e brendshme, përmbushja shpirtërore dhe kënaqësia me jetën. Ajo nuk mvaret vetëm nga kënaqësitë momentale, por nga mënyra se si njeriu jeton në harmoni me vlerat dhe qëllimet e jetës. Pra ka shumë dallim mes kënaqësisë dhe lumturisë. Tham kushtimisht, ka mundësi një njeri mundi i kënaqur nëse e bën një vepër të caktuar, pra përkohësisht, momentalisht, mirë po jo afatgjatë mundi i lumtur. Me fjalë të tjera, pra kënaqësia është e përkohshme dhe kalimtare, ndërsa lumturia është e thellë, afatgjatë dhe e përhershme. Është një ligj në ekonomi i cili emërtohet ligji i dobisë kufitare në rënje, që do të thotë është një koncept ekonomik që thotë se dobia shtesë, kënaqësia pra, ose përfitimi që një konsumator merr nga konsumimi i një njësie shtesë të një malli zvoglohet gradualisht sa më shumë që rritet konsumimi i atij malli brenda një periudhe të caktuar kohore. Është shumë interesant, unë këtë rregull ekonomik e kam gjetë praktikisht në jetën tonë në praktik tek adhurimi. Çka do të thonë ky rregull? Sa më shumë pra që shtohet, aq më shumë paksohet. Që do të thotë, nëse një njeri shumë i uritur dhe fillon me hangër një ushqim të caktuar, momentet e para ky ndin shumë kënaqësi. Momentet e para që han nga ai ushqim. Pastaj vazhdon të sa më shumë që han, aq më pak zvoglohet kënaqësia. Pra sa më shumë që han ushqim, aq më shumë zvoglohet edhe kënaqësia përballë atij ushqimit. Derisa vjen në një moment që ndoshta para gjys ore ka qenë ushqimi më i preferuar i tij, para gjys ore ndoshta ka ndi shumë kënaqësi, pas gjys ore nuk mundet edhe mi pa po të njëjtën ushqim. Kështu të nderuar
teleshikues është çështja edhe ai njeri i cili zhytet thellë në kënaqësi, po them thojza, në kënaqësi të pakufishme, në degenerim, në mos respektim ndaj urdhrave të Allahut subhanahu wa taala. Sa më shumë që futet, sa më shumë që shtohet në thojza kënaqësia si e sheh ai, aq më shumë paksohet edhe lumturia. Dhe këtë e shohim në jetën tonë e përditshme. Njerëz duke u mundu me kërku kënaqësinë e tyre, i shef dhe shkojnë edhe në atë që e kundërshton natyrshmërinë e njeriut. E shef që shkojnë për droga, me pretekstin se duke mundu me gjetë kënaqësinë. Po ai njeri sa më shumë që zhytet në droga, thojza kënaqësi, ky më shumë më paksohet lumturia, sepse zgjohet ndoshta në qoshe të rrugës, problemet familjare pastaj ndodhin kështu më radhë. Do thënë sa më shumë është rregull, sa më shumë që njeriu zhytet në kënaqësi të pakufishme, nuk e balancan mes trupit, mendjes dhe shpirtit, sa më shumë që zhytet në kënaqësi të pakufishme, në degenerim, në mos respekt ndaj urdhrave të Allahut, në mos adhurim, sa më shumë që zhytet në to, aq më shumë edhe paksohet lumturia. Siç e prunë në shembull e atij rastit, pra sa më shumë që njeriu han nga një ushqim, momentet e para ka qenë i uritur dhe ka ndi kënaqësi. Sa më shumë që han nga ai ushqim, aq më shumë edhe i paksohet shija për të njëjtin ushqim. Kjo është sa i përket llojeve të adhurimit në vija të trasha. Kemi adhurim, pra, pa thëmë kushtimisht të imponuar, pra nahnu ibad, ne jemi rob të Allahut subhanahu wa taala me domos, dhe kemi adhurim me vetdëshirë, ubudiyetul ittirar, që në të hynë të gjithë krijesat, toka, qielli, musliman, jo musliman, të gjithë. Pastaj edhe kemi një përqindje që Allahu subhanahu wa taala i la njerëzit të lirë, sepse pastaj do të merren në llogari. Dhe nuk ka kuptim që njeriu me qenë i imponuar në një vepër të caktuar dhe pastaj të merret në llogari. Pra të themi, krijimi i sherrit është kosto e dëshirës së lirë. Ndërsa sa i përket adhurimit i cili është me vetë dëshirë, këto kemi dy kategori adhurimesh. Kemi adhurimet e jashtme dhe kemi adhurimet e brendshme. Adhurimet e jashtme është siç është namazi, zeqati, haxhi, umrja, veprat e mira, morali i mirë dhe kështu me radhë. Nuk ka dyshim se këto kanë shumë rëndësi të madhe dhe çdo adhurim i jashtëm ndikon në të brendshme. Dhe kemi adhurimin e brendshëm siç është sinqeriteti, siç është meditimi. Dhe ne do të ndalemi pak tek meditimi. Se rëndësinë e madhe që ka meditimi që të shtyn për me bë vepra të mira, sepse njeriu mediton për rëndësinë e namazit. E sheh se sa rëndësi ka namazi dhe shpërblimi i atij që falet dhe dënimi i atij që nuk falet, dhe gjithë kjo është si rezultat i meditimit. Thot Allahu subhanahu wa taala për meditim, flet në shumë ajete dhe thot: Kitabun anzalnahu ilayka liyadabbaru ayati wa liyatadhakkaru ulul albab. Ne thot o Muhammed e zbrit me Kur'anin, liyadabbaru ayati, që njerëzit të meditojnë ajetet që ne i zbritëm, wal yatadhakkaru ulul albab, dhe që pra të marrin këshilla. Pra, fillimisht objektiv kryesor i Kur'anit është që të marrim këshilla, mësime nga ajetet. Ky është objektiv kryesor. Mirë po, që të arrim deri te ky objektiv, deri te ky qëllim, që të marrim këshilla dhe mësime nga ajetet, duhet me kalu përmes derës apo përmes portës së liyadabbaru meditimit. Pra, qëllim kryesor dhe njëherë pa përsëris është që të marrim mësim dhe këshilla nga Kur'ani, nga ajetet, sepse Kur'ani ka zbrit për mësim
për këshilla dhe këto këshilla ti zbatojmë në jetën tonë të përditshme. Mirë po, Allahu subhanahu wa taala e bëri që të arrim deri te këshillat dhe mësimet që na jep Kur'ani, duhet me kalu përmes një dere, përmes një porte, ajo është porta liyadabbaru, pra përmes portës së meditimit. Pra meditimi të nderuar teleshikues ka shumë rëndësi në Kur'an. Pra Allahu subhanahu wa taala i ka dhënë shumë rëndësi çështjes së meditimit në Kur'an dhe në jetën e besimtarit në përgjithësi. Po ashtu Allahu subhanahu wa taala thot: Inna fi khalqi s-samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Thot Allahu kur flet për meditimin, thot në krijimin inna fi khalqi s-samawat, në krijimin e qiejve dhe të tokës, wa ikhtilafi al-layli wan nahar, dhe në ndryshimin e ditës dhe të natës, la ayatin li ulil albab, ka shenja, ka ajete për mendarët, njerëzit e urtë, alladhina yadhkuruna Allah, të cilët e përmendin Allahun qiyamen, në këmbë, qu'udan të ulur, wa ala junubin, dhe të shtrirë, wa yatafakkarun, dhe meditojnë, yatafakkaruna fi khalqi s-samawati wal ard, në krijimin e qiejve dhe të tokës. Rabbana ma khalaqta hadha batila. Gjithë këtë kozmos, o Zot, nuk e krijove kot, e krijove për një qëllim. Prej çështjeve që njeriu i ndihmon të meditoj dhe lidhet me muajin e Ramazanit është edhe itikafi. Itikafi do të thotë të izolohesh, të qëndrosh me një vend, pra rrjedh nga folja e tekefe, për mu izolua, për mu qëndru ndështë në çështjen në aspektin islam, të izolohesh dhe të qëndrosh në xhami. Dhe kjo ishte traditë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam derisa ishte gjallë, pastaj këtë traditë e vazhduan gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e praktikonte itikafin, u vetmonte, dhe kjo edhe para se filloj që të vetmohet në xhami, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u vetmonte në fillimet e zbritjes së shpalljes, pra në shpellën Hira. Shkonte atje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shpellën Hira dhe u vetmonte. Pastaj këtë gjë e vazhdonte edhe në muajin e Ramazanit, hynte në 10 neçin apo në 10 ditëshin e fundit, siç njihet, në itikaf. U vet izolonte dhe u shkëpute këto 10 ditë nga jeta e kësaj bote. Nuk ka dyshim se çdo kohë i ka ato angazhimet e veta. I ka ato gjëra që e largojnë njerëzimin nga rruga e drejtë. Mirë po, argëtimet, dëfrimet e kështu me radhë. Mirë po, unë mendoj se sot, nëse ka pas ndonjëherë njeriu nevojë të vetë izolohet në një kohë të caktuar, nuk është kush 10 ditë. Spaku të ndalet pas çdo namazit, apo të hyjnë spaku edhe një ditë në xhami, të ndalet me vetveten e vet dhe ta marr veten në llogari. Pra them, nëse në çdo kohë ka nevojë për itikaf, unë mendoj se sot në një jetë aq dinamike që jeton, në një jetë që aq të shpejtë që jeton, fal rrjeteve sociale dhe të kështu me radhë, njeriu nuk ka mundësi mundal me veten dhe me mendu vallë, a është në të mirë apo është në të keqe. Shkak i jetës së shpejtë në të cilën jemi duke jetu. Mu për këtë erdhe dhe Ramazani, u ligjësu edhe itikafi këto 10 ditë që njeriu nëse 300 prej 365 ditëve, 355 ditë është i angazhuar me jetën e kësaj bote, 10 ditë njeriu duhet mundal dhe me mendu se një këto 355 ditë si i kaloj thjesht, a është Allahu subhanahu wa taala i kënaqur apo nuk është. Allahu subhanahu wa taala i tha pejgamberit: "Ya ayyuhan nabi ittaqillah", o pejgamber, ke frikë Allahun. Pra, devotshmëria, përmirësimi i njeriu nuk ka kufi. Pra, Allahu subhanahu wa taala
u drejtu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe pse ishte njeriu më i devotshëm. Kur tha inni atqakum lillahi wa khashakum, unë jam njeriu më i devotshëm dhe më shumë që i kam frikë Allahut. Mirë po përmes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam u drejtu umetit të vet me një mesazh dhe i tha që përmirësimi dhe udhtimi për tek Allahu subhanahu wa taala nuk ka kufi, që njeriu vazhdimisht duhet mu mundu mu përmirësu. Mu për këtë Ramazani erdhi që fillimisht të ndikoj në vetet tona, pastaj ky ndikim duhet me sjell edhe ndryshim. Një prej gjërave që sillet ndryshimi është edhe përmes meditimit dhe mundësia më e mirë që i mundësohet njeriu të meditoj është itikafi, që pra sepse në të bëhet një lloj izolimit i përkohshëm mes teje dhe Allahut subhanahu wa taala, dhe njeriu them edhe një herë, nëse nuk ka mundësi të izolohet vetë ditë, nëse nuk ka mundësi të izolohet qoftë edhe një ditë, thjesht të ndalet pas ndonjë vakti, pra pas ndonjë namazi dhe të nalet me veten e vet, të ndalet pas namazit të yatësisë dhe ta bëj një lloj bilancit gjatë ditës, vepra që i ka bë, thjesht a kanë kënaqë Allahun subhanahu wa taala apo a kanë hidhuru. Momentin që ka vepra që kanë hidhuru Allahun, pra të kërkojnë pendim dhe kështu me radhë. E lusim Allahun subhanahu wa taala me na bë pra nga ato të cilët meditojmë dhe si rezultat i meditimit pra bëm vepra që e kënaqin Allahun subhanahu wa taala, dhe si rezultat i meditimit ndalemi nga ato vepra që hidhrojnë Allahun subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril mu'minina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.